ose ndoshta edhe 20 vjet më. Në njërin anë, dhe këta 8-9 muaj më pas ta abstrahoni dhe të më mveshni mua këtë ngërç që ekziston e i cili definitivisht vjen për bindjen time nga destruktiviteti opozitar. Sovrani ka dhënë vendimin dhe natyrisht në zgjedhje ka vendosur në shumë raste edhe për 20 vjeçarin, edhe për 5 vjeçarin, edhe për 4 vjeçarin, edhe për 1 vjeçarin. Burimit të buxheti shembull, nuk kam se si mos ta marr si pjesë natyrisht një pjesë të medaljes të asaj çfarë thot segmenti tjetër politik ose pjesa opozitare. Dhe thonë se ju e keni bërë vetëm sa për sy e faqe dhe jeni bazuar komplet në një praktik antiligjore me një varvone për ta krijuar një fotografi të paqen dhe një ide që është pjesa opozitare që nuk po e lejon çështjen e buxhetit dhe ju po tentoni ta bëni 4 miliardëshin që është padyshim një rekord historik. Nuk ka pasur asgjë jo ligjore në atë çfarë kemi propozuar ne. Vendi duhet të ketë qeveri. Unë jam kryeministër në detyrë. Nuk mundet shtetit mos ketë qeveri. Mund të ketë qeveri fuqiplot, ose mund të ketë qeveri efektivisht në dorëheqje, siç jemi ne, tash jemi qeveri në detyrë, por kurse si nuk mund të mbetet pa qeveri. Rrjedhimisht, asgjë jo ligjore nuk kemi bërë ne. Kemi respektuar në plotëni edhe kushtetueshmërinë, nuk mund të jeni edhe kryeministër edhe deputet, zoti Kurti. Edhe kryeministër edhe deputet. Po unë nuk kam qenë edhe kryeministër edhe deputet, kam qenë kryeministër në detyrë dhe deputet. Po kjo ka ndodhur kaluarën. Po kur ju ka ndodhur kjo partive tjera ka qenë rregull. Kur i ndodhi vetë vendosjes nuk është. Kujt ka ndodhur kështu e njëjta situatë? Po kështu i ka ndodhur vitin 2014 PDK-s. Po në cilin rast? Në rastin kur ishte kryeministër Hashim Thaçi. Po, dhe çfarë ishte? Ishte kryeministër në detyrë gjatë kohës së Vlanit. Po pastaj u bë deputet. Po pastaj erdhi një vendim i gjykatës kushtetuese. Asnjë shkelje nuk kemi bërë dhe kemi respektuar çdo akt gjykim të gjykatës kushtetuese. Asnjë shkelje s'kemi bërë. Dhe fundja, mu duket që ka një ngatërres tjetër. Nuk ka qenë ngatërres ajo që ne kemi qenë deputet edhe ekzekutiv në detyrë.